Përshëndetje njerëz. Sot kam bërë lakra me miell misri, themi ne nga Berati, po dikush e quajnë pispili dhe dikush. Tu kam ngrirë spinaqin, preshin dhe qep të njoma. I kam larë një herë dhe po i larë për herë të dytë. Mas që lajmë lakrat mirë. Duhesh dhe pak kopër, po unë nuk gjeta. Kërkova në supermarket dhe nuk ishte. Se kopra i jep dhe shije shumë. Në tenxherën edhim lakrat. Unë i zjeva pak se preshi me qepën normal që disa dhe i shtypin, po nuk ko. Unë i bera si që për mami im. Një lakrat me qepë dhe presh. Spinaj qepë e presh. I edhim kripën. Vëm kapakun që të zjenë. Unë jo dhe pak qumësh. Miellin e misrit e kam marrë nga Shqipëria, se vjetë, se këtu në Itali, mielli i misrit është kot. Më besoni, kush jeton në Itali dhe di. Në gjanë si kura golloveshgën e misrit. Jo, miell nuk ka fare. Është më tepër për të bërë arapash, tu i thonë polenta. Përgatisim miellin e misrit me ujë të vakët. I kam hedhur dhe kripa tek mielli për bazën poshtë. Unë po gatuaja dhe vajza nëse pak më parë, po kalon të fshesën. Ja, si na doli, lente si në vaj, gjithmonë vaj ulliri. Nuk gatoj me vaj tjetër. Gjithmonë majën e ullirit e kam marrë nga Shqipëria, kurse si vjetë, po e blej aty tek puna se vin vajt e ullirit nga Sicilia, nga një aziende vogël që ajo prodhon nga ullinjt e saj dhe është super. Tani edhim miellin e misrit që kemi bërë gati, që të bëjmë bazën. Tani që është kohë e vjeshtës, të gjërat pëlqejnë. Kush i ka qef, jo të gjithë. Ja dhe baza poshtë, e bëm. Kemi hedhur lakrat, tani po hedhim dhe miell misri lart.
që ta mbulojmë. Unë jetë edhe gjalp lartë, se gjalpi e bën shumë të shishme. Kush ka dëshirë, kush nuk ka, mund të jetë dhe vajulliri, nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe tani e fusim në furrë. Ja si na doli, dreka. Kishte dashur dhe pak poshtë, po që gjithsesi kishte dalë super. Ju bëft mirë dreka dhe juve, ciao, një mazditë të bukur.